A keni pa ndonjëherë ndoshta kur sëmohet njeriu, i pari që i shkon në mendje është mjeku dhe doktori. Më fal, si të shkojë në mendje Allahu subhanahu wa taala. A di se shafi el haqiqi, shëruesi i vërtet është Allahu xhalla wala? Po pse të shkojë mendja ke doktori? Që do të thotë se tauhidi është i zbehur o ju vllazër. Në qoftë se na godet një fukarallëk, një borxh, na shkon mendja tek filani, pse nuk na shkon mendja tek Rabbul Alamin subhanahu wa taala? Bile ndoshta ndonjëherë nëpër mezhlise më ju tregon njerëz se shpaguesi borxheve, shëruesi vërtet është Allahu xhallahu ala, ndoshta dikush na thotë më këta si sufistët. Jo, me realiteti është ajo, vallahu i gjithçka në qiell në tokë posedon Allahu subhanahu wa taala. Nëse një gjeth prej qiellit nuk bie pa lejen e Allahut, shërohet dikush pa lejen e Allahut, shpagohet borxhi dikujt pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shihu jon shehja e thonte ma'buduke awwalu khatiri yakhturu fi balik. Adhuruesi yt i vërtet është ai i cili i pari të shkon në mendje në momentet e sprovave dhe belajave. Ndalo. Të lutem dëgjoj këtë vëllau dhe për ligjëratës time, nëse nuk mbetet diçka vetëm se kjo, a ne njerë kur kemi qenë në ligjëratën e hoxhës, na i obligoj secili prej nesh ta thotë këtë fjalë derisa të ngulitet. Andaj edhe ku mbajt mend. Ma'buduke awwalu khatiri yakhturu fi balika 'inda al-mulimmat. Adhuruesi yt i vërtet është ai i cili të shkon në mendje i pari në momentin e sprovave dhe belajave. Pra në momentin kur sëmohet, kush shkon në mendje i pari? Ai është adhuruesi yt në realitet, Zoti na rujt. Në momentin që të godet një bela në jetë, kush të shkon në mendje i pari? Ai është adhuruesi yt i vërtet. Kujt i shkon në mendje i pari Allahu xhallahu ala, do thotë se adhurues të vërtet në